janë faktet të publike. Pra ne kemi bërë aq shumë denoncime, sa që ndonjëherë them, "Ore, mos po e tepëroj me denoncimet", sepse janë faktet publike, janë në rrugë. Kudo që të shkosh, sheh asfalt elektoral të bërë, sepse thema elektoral sepse ato bëhen pa bërë. Shtrimet e tubave të ujit, të ujrave të zeza, ujrave të bardha, kanalizimet, thjesht për asfalt për të menduar që do të keni votë. Dhe kjo që është bërë mod e gjithë zgjedhjeve të fundit, dhe në vitin 2023, 2022, 2021. Dhe pyetja që kam është, kur janë faktet kaq evidente, apo shtimi i numrit punonësve, ku janë kaq evidente, pse nuk dorin shpakut? Sepse mbrapa mundet të marrin masat të dënojnë edhe me gjop apo me një mas tjetër, por ama ka ndryshuar vullnetin e votuesve të Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë. Pra ndërhyrja e shpakut duhet bërë tani edhe më një herë. Nëse shpaku çfarë po ju them një radhë tjetër. Po. Zoti Tako nëse kujtohet u arrestua pikërisht 2 javë pasi mbaruan zgjedhjet. E tillë ndodhi edhe me faktorë të tjerë. Atëherë shpaku që të jetë i ndershëm dhe me të gjithë qytetarët duhet bëjë dhe të bëjë arrestimet në kohë reale dhe siç janë rastet flagrante. Pra, unë pa diskutim që dua që të ndihet problemi dhe pas zgjedhjeve, por dua që shpaku si garanci për një farë mënyrë me që ka marrë përsipër që të jetë garant i zgjedhjeve të lira të ndershme për të goditur elementet kriminal dhe shkeljen e votit të ndërhyj pikërisht tani. Shkelet janë evidente. Në Durrës e kudo. Për shembull, po t'ju kap një rast të fundit që nuk e di ndoshta do jo nis dhe ju. Në Durrës përnon një fenomen në plazhin e Durrësit, janë 3.8 milionë euro për mbushjen e detit. E para, aty është një dëm ekonomik se 3.8 milionë euro nuk maten dot me rërën që udhet në det, gjithë e dinë në Durrës, kushdo që është nga Durrësi, që nëse nuk ka prita kjo rërë përsëri hikën dhe është e pamundshme. Dhe përveç vlerës ekonomike, aty kemi pamjet që po doni ju anis, janë të hullura inertet, pra plazhi i Durrësit po shkatërrohet tërësisht. Dhe ai është një dëm i pariparueshëm. Spaku nuk ndërhyn. Shohim gjithashtu që tek porti i Alabarit vazhdon dhe mbushet deti me mijëra metra. Spaku përsëri nuk ndërhyn. Shohim që inceneratorët, megjithëse nuk ka djegje, kryetari i Bashkisë Durrësit ka 5 vite që paguan 3 milionë euro në vit, 15 milionë euro nga taksat e dursakëve. Të gjithë dinë që djegje nuk ka. Po çfarë duhet bëjmë ne më tepër përveç këtyre denoncimeve ku djegjet nuk bëhen? Por çfarë paguan 15 milionë euro nga taksat e qytetarëve të Durrësit? Dhe kjo, Sonil, të bën të ndjerë skeptik dhe mos të kesh besim. Igli, vetëm diçka të fundit kam, sepse dua të let lirë se e di që do të shkosh në takimin elektoral. Përpos të tjerave, përpos ndërgjegjes kryeministrit, përpos ndërgjegjes së Spakut e kështu me radhë. Unë për edhe jam mama adoleshenteje dhe them të drejtën sot kur dëgjoja kryeministrin nuk e dëgjoja dot si gazetare, nuk e ndaja dot kufirin midis gazetares dhe nënës dhe jam përpjekur shumë midis emocioneve që të racionalizoj mendimin me cilin do të vi. Dhe racionalizimi im nis edhe me leximin, po themi ne, të kodeve që i kam përpara, që kanë të bëjnë me mbrojtjen e fëmijëve, me të drejtat e tyre, gjithashtu edhe përfshirjen e fëmijëve në fushat elektorale. Por kam vetëm një pyetje, ti je në kontakt të përditshëm me njerëz, me prindër aty. Nuk e di, një perceptim tënd të fundit, dhe lidhje me prindrit e atyre nxënësve, apo prindër të tjerë që ti takon. Në momentin kur trajtohen kësaj nga kryeministri, si ka mundësi nuk reagojnë? Është aq e vërtetë Sonil, sa që kam pasur takime jo vetëm për këtë ngjarje, por si thash edhe për ato ofendimet që bërin në qytete të ndryshme. Të gjithë kur i takon, janë të revoltuar, mezi presin që të reagojnë. Por, çuditërisht, ndoshta këto 12 vite kanë bërë që ai nervi pikërisht për presionit të madh që kanë, sepse të gjithë qytetet kështu janë. Diku ke një motor në punë të shtetit, diku ke një problem tjetër, diku do të bësh një legalizim, diku do të bësh një ndërtim, dhe të gjithë janë të intimiduar dhe të trembur. Dhe me thënë të drejtën, një nga gjërat që bëjmë është që të themi që çfarë prisni më që t'ju bëjë ky kryeministër që të reagoni. Sepse kuptohet që opozita bën detyrën, ne jemi përdit në terren, përdit duke bërë denoncime, por gjithsesi, kjo që thatë ju është e vërtet, pritet më shumë reagim nga qytetarët dhe unë ftojnë në këtë rast të reagojnë më tepër se kaq, çfarë presin më. Do të jetë shumë vonë për të prekë familjet e tyre, do të jetë realisht shumë vonë. I ka prekur të jesh fëmia të jetë prezent në një takim të tillë dhe kryeministri i thotë, shihni në Google fotot e mia nude dhe nuk po e dekontekstualizoj, po e citoj, siç e ka thënë kryeministri, unë nuk di më se çfarë i ka mbetur një prindri për të mbrojtur fëmijën e vet. Nuk e di. Në moment,
Megjithatë, unë besoj që jam gjithmonë optimist nga natyra dhe besoj që gjërat do ndryshojnë duke bërë dhe reagim qytetar dhe koalicioni me gjitha nuk do të jetë thjesht partijak. Unë mendoj që do të jetë një koalicion i madh qytetar, pikërisht për të kthyer në një normalitet dhe për të larguar një kryeministër të papërgjegjshëm dhe të dëmshëm, shumë të dëmshëm për këtë vend. Të falenderoj Igli që ishe me mua, punë të mbar, i kthesh sërish në terren. Ishte kënaqësi që ishe me mua, menjëherë po kaloj tek juristët e mi. Po filloj marrash në kufit e cilat shkeljeve jemi, përpos qëndrimit natyrisht normal njerëzor në këtë rast që